Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju në brëmësorën e dytë. Sot është e diel, java 27 gjatë vitit liturgjik C, psalmet të marra nga java 3 e psalterit. O hy më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijues i lartë i dritës që shfaq dritën e ditëve, që në zanafil blaton burimin e dritës së re të botës. Që nagim urdhëron ditën, t'ia lëshoj vendin mbrëmjes, derdhet ka usizi, lutjet me lot dëgjoj. Mendja e rënduar nga krimi, të mos mbes pa shpërblim të jetës, ndërsa asgjë se mendon të përjetshme, veten e lidh pas fajesh. Të trokas në zemër të qiejve, të nxjerr çmimin jetëdhënës, çdo dëmi le t'i shmangemi, çdo ligësie të pastrojmë. I jepna o atë plot drejtësi, dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. I tha Zoti, Zoti tim, ri në të djathtën time, aleluja. Psalmi 110. Mesia mbret dhe meshtar. Duhet që ai të mbretëroj derisa t'i vërë në këmbët e tija të gjithë armiqtë e tij. Nga letra parë Korintasve kapitulli 15 rreshti 25. I tha Zoti, Zoti tim, ri në të djathtën time derisa t'i vërë armiqtë e tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shejta, nga krahori para yllit të dritës, unë të linda. Zoti u përbetua, asësis do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej porrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I tha Zoti, Zoti tim, rri në të djathtën time. Aleluja. Antifona e dytë. I kumtojmë mrekullitë e tua e të falenderojmë, o Zot. Psalmi 111. Veprat e mëdha të Zotit. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot, i gjithë pushtetshëm. Krahaso zbulesën 15:3. Me gjithë shpirt do ta lavdëroj Zotin në kuvendin e të drejtëve, në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit, për të shqyrtuar prej atyre që i duan. Stoli e shkëlqim është vepra e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Unë ngrej përmendore mrekullive të veta, i mëshirshëm e mëshirdhënës është Zoti. U jep ushqim atyre që e druajnë, kur se harron beslidhjen e vet. Popullit të vet ja kumtoi fuqinë e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganëve. Veprat e duarve të tij janë drejtësi e besnikëri. Urdhërimet e tij janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblim i dha popullit të vet, beslidhjen e vet e bëri të amshueshme. I shejt dhe i tmerrshëm është emri i tij. Fillimi i dijes është frika e Zotit. Janë të mençur të gjithë ata që veprojnë sipas saj. Lavdia e tij qëndron për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. I kumtojmë mrekullitë e tua e të falenderojmë, o Zot. Antifona e tretë. Hyj i mbretëron, atij i qoftë lavdia,
Aleluja, aleluja. Kënga krahasos Zbulesën 19, 1 deri në 7, dasma qengjit. Aleluja, shëlbim, lavdi dhe pushtet hyj jeton. Sepse gjygjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja. Lavdëroni hyjin ton të gjithë shërptarët e tij. Të gjithë ju që e droni të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyj yn i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdi atij. Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e tij. Aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Hyj mbretëron, atij i qoftë lavdia. Aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër nga letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë, rreshtat 3 deri 5. Qof bekuar hyji ati Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilindi me anë të mëshirës së vet të madhe në saje të ngjalljes prej të vdekurish te Jezu Krishti, për shpresën jetësore, për trashëgim të pashkatrueshëm, të panjoll e të pavyeshkëm, që ruajti për ju në qiell, për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit, në saje të fesë për shërbim që është gati të zbulohet në kohën e fundit. Përgjigje e shkurtër. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. Ty të qoftë nderi dhe lavdia në shekuj. Në lartësitë e qiellit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Bëm vetëm ato që patëm detyrë të bëjmë, jemi shërptar të pavlefshëm. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46 deri në 55. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me hare i brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërptarën e vet të përvojt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyj gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrezoi princat prej fronave të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërptarit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Bëm vetëm atë që patëm detyrë të bëjmë, jemi shërbëtor të pavlefshëm. Lutjet e besimtarve. Me zemra të gëzuara t'i lutemi Zotit, i cili botën e krijoi, e ripërtriu me shëlbimin e vet dhe e përcjell me dashuri. Ripërtëri, o Zot, veprat e dashurisë sate. Të lavdërojmë, o Zot i madh, për fuqinë tënde, me të cilën e krijove gjithësinë. Dhe për provanin tënde që shfaqet në jetën e njerëzve. Ripërtëri, o Zot, veprat e dashurisë sate. Nëpërmjet birit tënd, princit të paqes, dhe nga dënjuesit mbi vdekje. Lirona nga pikëllimi dhe frika. Ripërtëri, o Zot, veprat e dashurisë sate. Të gjithë atyre që duan drejtësinë.
jepu mundësinë që të bashkëpunojnë në ndërtimin e një bote të re në paqe të vërtetë. Ri për të ri, o Zot, veprat e dashurisë sate. Ndihmo të shtypurit, liroj të burgosërit, ngushëlloj të mjerët, jep bukë të rriturve, forcoj të dobtit. Në gjithçka tregoje nga dhënimin e kryqit. Ri për të ri, o Zot, veprat e dashurisë sate. Birin tënd pas vdekjes dhe varrimit, mrekullisht e ringjallën në jetë dhe lavdi. Bëj që ata që vdiqën së bashku me të arrijnë në lumturitë e ti. Ri për të ri, o Zot, veprat e dashurisë sate. Aty në qiell u shejtroft emri yt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm dhe jam shuar, ti me mirësinë tënde i te kalon merita dhe dëshirat tona. Ki mëshirë për ne, e na fal atë për çka ndërgjegja jonë na pa ditë, e shto atë që lutja jonë nuk përfshin. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyn. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, së bashku me mua Besartën dhe Norën, lutëm brëmësaren e dytë e diel java 27 gjatë vitit liturgjik C. Ju ftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.